Klinika Universitare për Sëmundje të Fëmijëve në Shkup po përballet me fluks të shtuar të pacientëve. Drejtori Recep Mehmeti deklaroi se në 3 javët e fundit është shtuar dukshëm numri i pacientëve me simptoma të gripit. Mesatarisht brenda 24 orëve kemi 100 deri 150 raste të fëmijëve të cilët kërkojnë ndihmë mjekësore. Shumica e tyre kanë simptoma të gripit. Pjesa dërmuese kanë simptoma më të lehta dhe trajtohen në mënyrë ambulatore, me rekomandimet nga stafi mjekësor i klinikës së fëmijëve. Mehmeti tha se tek fëmijët të cilët kanë komplikime do t'i pranojnë për trajtim special spitalor dhe të marrin kujdesin e duhur deri në rikuperimin e plotësishëm. Do të thonë ne këtu kemi në klinikën e fëmijëve pacientë nga mosha 1 javë, do të thonë foshnjat të posalindura deri te moshat shkollore. Sidomos foshnjat dhe fëmijët më të vegjël janë më të ndihshëm për shkak të sistemit më të dobët imunitar dhe kanë komplikime në kuptimin e sëmundjeve respiratore të traktit të poshtëm respirator, ndezje në mëshkëri, pneumoni, bronkhiolit dhe ata duhet një trajtim pak më intenziv për rikuperim. Drejtori theksoi se në rast se fëmia përcillet me temperaturë të lartë trupore, më shumë se 3-4 ditë apo paraqet vështirësi në frymarrje, ku sidomos foshnjat e posalindura të moshës deri në 1 vjet, duhet të keni kujdes dhe të merret konsultimi apo kontrolli nga mjeku specialist në mënyrë që sa më shpejt të intervenohet dhe të merret trajtimin e duhur.